Ishte një nga ato momentet që fillojnë si diçka e zakonshme dhe përfundojnë duke u kthyer në ngjarjen e ditës për gjithë shqiptarët kudo që janë. Nikole po bënte një ecje të qetë, elegante, si gjithmonë me atë vetbesimin që e karakterizon. Kamera e ndiqte nga pas, dritat ishin perfekte dhe gjithçka dukej si një skenë e kuruar në detaje. Por mjaftoi një sekondë. Teksa ajo nisi të ngjiste shkallët me një lëvizje të lehtë dhe të shpejtë, fustani i saj u hap papritur. Ishte një moment i papritur, një nga ato situata që nuk i kontrollon dot, sa do e përgatitur të jesh. Për një çast, ajo vetë nuk e kuptoi çfarë ndodhi. Pastaj reagimi erdhi menjëherë. Ajo u ndal, ktheu pak trupin dhe me një refleks të shpejtë u përpoq ta mbante fustanin me duar. Një dorë majtas, një dorë djathtas, duke u përpjekur të ruante qetësinë dhe dinjitetin mes një situate që po shpërthente në ekran. Por ndërkohë, jashtë kishte plasur Nami. Rrjetet sociale u ndezën brenda minutave. Çdo video, çdo kënd, çdo moment i asaj ngjarjeje po shpërndahej me shpejtësi marramendëse. Komentet vërshonin pa ndalim, disa me humor, disa me habi, disa me mbështetje për Nikole e disa të tjerë thjesht duke e kthyer momentin në meme. E pa kush çfarë ndodhi. Jo more, po si ndodhi ashtu. Nikole e mbajti veten shumë mirë. I gjithë diskutimi publik u kthye rreth atij momenti. Një ecje e zakonshme u shndërrua në një nga skenat më të komentuara. Ndërkohë brenda, Nikole vendosi të mos e dramatizoj. Edhe pse brenda saj mund të ketë pasur një përzierje emocionesh, siklet, nervozizëm, ndoshta edhe pak turp, ajo zgjodhi të vazhdoi. Dhe jo vetëm kaq. Teksa ngjiste shkallët, tashmë më e kujdesshme, me fustanin e mbajtur fort, ajo filloi të këndoj lehtë, pothuajse si për ta kthyer situatën në humor. Një këngë popullore që të gjithë e njohin, kur mi ngjisje shkallët e maj, zëri i saj ishte i butë, por mjaftueshëm i qartë për të tërhequr vëmendjen e të tjerëve. Dhe në atë moment, sikur gjithçka mori një kthes tjetër. Nga një incident i sikletshëm në një skenë spontane, thuajse artistike. Me dy duar plot vazhdoi ajo duke buzëqeshur lehtë. Një me trendelina, një me borzilok, disa nga banorët filluan të qeshnin, disa të tjerë e shikonin me habi, por atmosfera ndryshoi. Tensioni u zbut. Nikole po e rimerte kontrollin e momentit në mënyrën e saj. Dhe si për ta bërë edhe më të paharrueshme, dikush në sfond nisi të përmendte versionin e njohur të këngës së kënduar nga Rogerti, duke e kthyer gjithë situatën në një miks emocionesh, humor, muzikë dhe një situatë që pak minuta më parë dukej dramatike. Ajo arriti në maj të shkallëve, ndaloi për një moment dhe mori frymë thellë. Pastaj buzëqeshi. Një buzëqeshje që thoshte shumë, po, ndodhi. Po, ishte e sikletshme. Por unë jam ende këtu. Dhe ndoshta pikërisht kjo ishte ajo që e bëri gjithë situatën akoma më të madhe në sytë e publikut. Jo vetëm incidenti, por mënyra si ajo dhe përballoi. Sepse në fund të fundit njerëzit nuk mbajnë mend vetëm çfarë ndodh, por si reagon ti ndaj asaj që ndodh. Dhe Nikole, në mes të gjithë atij Nami, arriti ta kthejë një moment të papritur në një skenë që do të kujtohet gjallë.